Pagoi mijëra dollar për ëndër amerikane si u mashtrua studentja nga Kosova. Një studente nga Kosova, Emma Kurshumlia, ishte një nga 10 të rinj që ran prej një skeme abuzive brenda programit amerikan të vizave, gjë i cili prezantohet si një mundësi shkëmbimi kulturor, por që në praktik ka përfunduar në shfrytëzim pune, sipas një hetimi të publikuar nga New York Times. Emma tregon se në vitin 2018 pagoi rreth $2.000 për të marrë pjesë në program me pretendimin për një përvojë kulturore dhe profesionale në New York. Në realitet ajo përfundoi duke punuar deri në 6 jetor në javë, pa trajnim dhe në kushte të rënda fizike. Na u premtua një përvojë e bukur, kur mbëritëm atje ishte një tronditje madhe ka rrëfyer ajo. Sipas hetimit të New York Times, programi Yuan i administruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në shumë raste është kthyer në një biznes fitimprurës për organizata sponsorizuese në dëm të studentëve të huaj. Disa drejtues të këtyre organizatave kanë përfituar paga mbi $500.000 në vit, ndërsa familjarët e tyre kanë marrë mbi $1 milion në vetëm 2 vite. Raporti zbuloi gjithashtu se shumë studentë janë dërguar për të punuar në biznese të lidhura drejt për drejt me sponsorët, përfshirë ferma dhe fabrika, shpesh në kushte të rrezikshme dhe pa mbrojtje ligjore. Në disa raste, pjesëmarrësit janë detyruar të paguajnë deri në $5.000 për sigurime shëndetësore dhe shërbime të tjera të ofruara nga kompania të lidhura me vetë sponsorët. Një tjetër rast i përmendur është edhe ai një studente nga Korea e Jugut, i cili pagoi rreth $5.000 dhe përfundoi duke pastruar depozita septike në një fabrikë çeliku në Indiana. Të tjerë raportuan punë të rënda në ferma derrash në Nebraska, duke u ndjerë si sklever. Sipas raportit, inspektori i përgjithshëm i Departamentit të Shtetit kishte paralajmëruar që në vitin 2000 se programi kishte dalë jashtë kontrollit dhe se disa sponsor ekzistonin vetëm për përfitime financiare. Megjithatë, rregullat nuk janë forcuar dhe mungojnë kufizimet për tarifat që mund të kërkohen studentëve.